Gaforja, parashikimi për shenjën e gafores për muajin korrik në lidhje me punën, me dashurinë, me fatin, me punën, me dashurinë e tyre, me profesionin e tyre, me profesionin e tyre, me biznesin e tyre. Me që jemi në muajin korrik, me që gaforja ka, me që jemi në muajin korrik edhe gaforet kanë diklimi, në uroj dhe 100 të gjitha gaforet dhe i uroj fat si në punë, si në dashuri, si në lidhjen e tyre të dashurisë, si në profesionin e tyre dhe duhet t'japin drejtim vetes, duhet të ecin përpara, mos ndaloni juve të shenjës së gaforet dhe ju uroj fat lart e lart dhe një fat më të mirë si në punë, si në dashuri, si në lidhjen tuaj të dashurisë dhe në profesionet tuaja. Atëherë, do bëj parashikimi për shenjën e gafores për muajin korrik në lidhje me punën, me dashurinë, me fatin, çfarë do na thon letra tarot, si do jetë energjia shenjës së gafores. Shenjës së gafores. Gaforja duhet t'i bësoj intuitës së saj, energjisë së saj dhe duhet të ketë kujdes nga personat. Gaforja duhet t'i besoj intuitës së saj, energjisë së saj dhe duhet të ketë kujdes nga personat mistik dhe persona që mund t'japin një energji negative. Do jenë pak konfuz, lidhje dështuar me ëndrat e kota, do jenë konfuz, nuk e di se çfarë do të zgjidhin përpara vetes tyre, besojnë shumë te Zoti. Për njerëzit mund të jenë negativ, por për Zotin e atë të bekuar ka bekimet të Zotit dhe atë të bekuarit të Zotit. Në të kaluarën e tyre, i është vidur diçka nga e kaluara tyre, po i kanë pasur gjërat e turbullta, po përsëri do kenë qartësime, do ndryçojnë yjet dhe për shenjën e gafores. Për momentin mund të jetë pak errësirë në lidhje me punën, me dashurinë, me fatin, gënjeshtra, mashtrime, manipulime, intriga, gjëra të herta, energjitë negative, por në fund fare do dalin të fituar. Mund të jetë një fatin të prej me gërshër, por një gafore do e marri vesh dhe do zbuloj intriga, gënjeshtra, mashtrime, manipulime dhe çdo gjë do dali sheshit, sikur Zoti do ja nxjerrë përpara dhe do dali sheshit. Do dëgjoj për një shtatzani, por Venusi mund ta ketë bllokuar pak në dashuri, mund t'i ketë dhënë stres, mërzitje, bllokime, por do zgjidhen gjërat me kreativitet. Nëse ka të bëjë me biznes, do zgjidhen gjërat me kreativitet, mund të ketë pak një lëkundje të financës, po do stabilizojnë, do kenë shumë mundësi për të ecur përpara. Nëse kanë të bëjnë me çështje pronash, do bëhet një problem i madh dhe do ketë një ngritje ekonomike financiare. Nëse ka të bëjnë me biznes, me tregëti, me projektet, dëshira e tyre do t'i bëhet realitet. Të bëjnë gati se do marrin lajme të mira, çdo gjë do jetë e pastër, zamakët vinë ujë të pastër, do gjejnë një qetësi shpirtërore, paqësore, kanë një karakter të fortë, një intuit fort, duhet t'japin koraj vetes, duhet t'japin forcë vetes, kanë një energji të fortë, kanë një fuqi. Dashuri pasionante, pak pengesa në partneritet, mund të kenë edhe xhelozi ndaj njëri tjetrit, por do jetë dhe një aventur, një dashuri vulkanike. Do ketë ngritje ekonomike financiare, nëse ka të bëjë me biznes, do ketë një ngritje ekonomike financiare, do ketë një komunikim të vazhdueshëm me universin, ëndrat i ketë gjithmonë paralajmërim dhe nga ana shpirtërore do gjenë një shërim shpirtëror dhe do gjenë balancim. Pavarësisht që gaforet mund të kenë situata të vështira për muajin korrik, në fund fare do balancojnë dhe do gjenë një qetësi shpirtërore.